Këngëtarja shqiptare me famë botërore Bebe Rexha ka ndezur rrjetet sociale pasi në TikTok qarkulloi një video e shkurtër nga studioja ku ajo po punon për projektin e ri muzikor. Ajo që e ka bërë publikun të shpërthejë në reagime është fakti se fragmenti i dëgjuar është në gjuhën shqipe, një surprizë që ka hapur diskutime dhe emocione në komunitetin shqiptar kudo nëpër botë. Ky hap shihet si një rikthim zemret e rrënjët, një lloj përqafimi i identitetit të saj kulturor në një moment kur karriera e Rexhës vijon të jetë ngjitur në majat e muzikës ndërkombëtare. Për vite me radhë ajo ka dominuar listat globale me projekte në anglisht, ndaj ideja e një këngë në shqip ka krijuar një valtër e pritjesh dhe kurioziteti. Edhe pse ende nuk ka detaje zyrtare mbi projektin, mjaftoi një pjesë e shkurtër për të ndezur diskutime, teori dhe komente entuziaste. Fansat po e konsiderojnë këtë si një dhuratë të rrallë, ndërsa të tjerë e shohin si një lëvizje të natyrshme të një artisteje që pavarësisht suksesit global nuk e ka shkëputur kurrë lidhjen me origjinën. Në të njëjtën linjë me artistë të tjerë shqiptar që kanë bërë histori jashtë vendit, por që her pas here i rikthehen gjuhës dhe kulturës së tyre, Bebe Rexha duket se po përgatit diçka që ka potencialin të bëhet jo vetëm hit, por edhe simbol krenarie për publikun shqiptar. Fansat presin me padurim çdo detaj të ri, ndërsa energjia rreth projektit vetëm sapo rritet.